Sot, në për universitetet e ndryshme të botës, studiojnë me dhjetra mijë studentë shqiptar, të cilët janë një pasuri e madhe jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë kombin dhe trungun shqiptar. Në Universitetin e Ahenit në Gjermani, përveç studentëve gjerman, studiojnë edhe shumë studentë të nacionaliteteve të ndryshme nga mbar bota, e në mesin e tyre edhe rreth 100 studentë shqiptar. Studentët shqiptar nga Universiteti i Ahenit para do vitesh kanë formuar edhe shoqatën e tyre studentore Alba X. Këta studentë, përveç angazhimeve të tyre të përditshme studentore, përmes shoqatës së tyre zhvillojnë edhe aktivitete të ndryshme. Gjithsesi, dy prej aktiviteteve të tyre mjaft të rëndësishme, veçojmë edhe mbrëmjen informative për Shqipërinë, që këta student entuziast organizuan vitin e kaluar, si dhe mbrëmjen informative për Kosovën, që organizuan këto ditë. Shoqata u formu në vitin 2007, kurse na që jemi tash aktiv në shoqata, kemi fillu thuja se të gjithë në vitin 2013, që 2 vjetë jemi të organizime të ndryshme. Na i kemi dikum për afërsisht 40 studenta antarë në shoqat, aktiv që në çdo organizim marrin pjesë janë 20, edhe aktivitete i kemi në mënyra sikur sonte si bëjmë një organizim që quhet Lenda Abend, është një mbrëmje informative për Kosovën. Këta e kemi bërë edhe vjet një herë për Shqipërinë, dhe kanë shumë mysafir. Po përveç atyre që i përmendi Albulena, festojmë çdo vit pavarësinë e Shqipërisë, ato të Kosovës, si dhe jemi aktiv në ndihmën e studentëve në Kosovë edhe në Shqipëni, që dojnë marrë me studiu në Aachen. I ndihmojmë rreth aplikimit, rreth gjetjes në banesës, etj. Po në shoqatën tonë kemi antarë që kanë lindë dhe janë rritë këto dhe kanë kryer studimet, por kemi edhe nga ata që kanë ardhur prej Shqipënisë dhe Kosovës vetëm për studime. Kështu që kemi një bashkëdhënim 2 anëve dhe kemi informacione më shumë. Kemi pas raste tash në vitin e fundit dikun 10 studentë kanë ardhur kryesisht nga Shqipëria, që kanë apliku ose për bachelor ose për master, dhe i kemi ndihmu në pyetjet e tyre, po. Kthehemi tek studimet e juaja. Ju na thatë se studioni mjekësinë. Po. Diçka rreth studimeve të juaja, në cilin vit jeni, ku keni arrit me studime? Po, që nga vitin 94 jam në Gjermani, kam kryer këtu shkollën fillore, shkollën e mesme, dhe më pas kam vendosur ta studioj mjekësinë. Muajin e kaluar kisha provimin shtetëror të fundit në mjekësi dhe tash jam në përgatitjen e doktoraturës në mjekësi nukleare. Kështu që për afrohem fundit. Më provokove pak me këtë mjekësi nukleare, diçka ma hollësisht rreth kësaj lamije. Po, është një lami pak më specifike se sa tjerat. Mirët me mjekimin e rrezeve. Përmes rrezeve, domethënë. Po, rrezeve radioaktive. Është hala një lami e re, kështu që të pëlqen kjo lami që e ke zgjedhur? Pëlqen sepse është specifike, është pak më unike dhe pak më ndryshe se sa të tjerat. Nuk është një nga ato lanë klasike si interno, pediatri, neurologji, po pak më ndryshe. Unë studioj elektroteknikën, jam në master në semestrin e 2, në një institucion të fakultetit, aty punoj që 3 vjet, edhe aty mundohem të rregullojmë qarkullimin e gjakut në trupin e njeriut. Pra ne kemi... Kjo është vetëm për institut ku punoni që 3 vjet, apo thonë? Po. Po, e mos shembullën qarkullimi i gjakut. Çka ma hollësisht, a mundesh pak më na shpjegoj? Po. Ne kemi filluar ta krijojmë një sistem për qarkullimin e gjakut të njeriut. Ai sistem përmban kypa, përmban pompa, përmban ventilla të ndryshëm. Edhe mundohem që ai sistem të funksionojë tamam sikur qarkullimi i gjakut në trupin e njeriut. Qëllimi i këtij sistemi për qarkullimin e gjakut është që njerëzit kur kanë probleme me zemër, shumicën e rasteve ja japin do stenda, ato i operojnë në trupin e njeriut dhe ato stenda mundën mu testu, mundën mu verifikua, punojnë si duhet në këtë sistemin që e bëjmë ne. Rezultatet i kemi mjaft të mira, ka firma të ndryshme që interesohen për punën që bëhet në universitet. Para disa kohë erdhen do nga Kina,
Ata u interesuan për sistemin që kemi bëne dhe profesori vendosi që t'ja fshesim ne atyne. Licencën edhe gjithë sistemin. Dhe me thëna i përësitëm krejt pjesë që ju duhen, ja fshitëm atyne, shkon dikush nga projekti janë, ja ndërton aty dhe ata mundën bëjë eksperimente. Unë në shoqatën tonë në Ahen e përmbaj webfaqen, gjitha gjërat elektronike që ndodhen në Facebook, aktualizoj eventet, gjitha gjërat që kanë të bëjnë me elektronik. Sa ki angazhime në këto lëmi? Angazhime para eventeve, kam bege si shumë, si për shembull sot që mbohet mbrëmja informative për Kosovën, e kam përgatitur në historinë, domethënë do me përgatit prezentacionin, aty do na me gjetë materialet në për internet, në për libra, e cila edhe pasi që e bëj pa pagesë, kam si kontribut për shoqatën, atëherët është edhe gjatë studime, ka njëherë mërku, sidomos që është para eventeve që i kemi. Si kjo mbrëmja informative për Kosovën, si mbrëmja informative që kemi pas për Shqipërinë vitin e kaluar, ditën e Evropës, domethënë para eventeve është gjithmonë shumë më ngjeshtë. Ka angazhime shumë. Ka shumë angazhim. Unë studioj në master tash, në semestrin e dytë, jam drejtimi është inxhinieri dhe ekonomi, të dyat. Inxhinieri jam specializuar në proces teknik dhe material teknik. Ekonomia është e përgjithshme. Të dyat ndohen 50%. Por studimeve unë edhe bachelor e kam kryer këtu. Pasi që kam kryer bachelor, kam bënë përgatitje profesionale për inxhinier të saldimit, si specializim në pjesën e inxhinierisë, edhe tash jam master. Po shpresoj që edhe një vjet e gjys, 2, mi përfundua gjitha studimet. Ekipi ju një gjirimit ishte në sallën Humboldt House në Ahen, ku po organizohej mbrëmja informative për Kosovën. Kryesia shoqatës së studentëve dhe anëtarë të shumt ishin në vlugun e përgatitjeve të fundit për të pritur kolegët e tyre nga shumë vendet e botës, por dhe qytetarët gjerman e nacionalitetet e tjera. Studentet Albulena Humolli dhe Djella Tasholli në kuzhinën e sallës Humboldt House po qitnin rendat e fundit të flisë tradicionale shqiptare, sepse në këtë mbrëmje informative për Kosovën, për mysafirët e shumë nga e gjithë bota do të shtrohet edhe një darë nga kuzhina tradicionale shqiptare. Emir Regji po përfundon të përgatitjet e fundit e materialeve filmike që do të shfaqen sonte këto, ndërkaq grupi tjetër i studentëve po përfundon të ekspozitën me figurat historike shqiptare, që nga Iliria e lashtë e deri në historinë më të re të Kosovës. Before we continue with facts about Kosovo, let me tell me who we are. We are Elbex, the Albanian Student Association in Aachen. On the one hand, mbrëmja filloi me shfaqjen e një filmi të përgatitur nga vetë studentët për historinë, kulturën, traditën, pasuritë dhe bukuritë natyrore të Kosovës. Rrëfimi për Kosovën dhe historinë e saj, me një gjuhë të rrjedhshme angleze të studentëve Albulena Havolli, Egzona Ulluri, Aliber Farizi, Emir Regji e të studentëve të tjerë zgjoi interesim të madh tek të pranishmit të shumt. Gjatë këtij prezantimi informativ për Kosovën, pati edhe shumë pyetje të mysafirëve të cilët interesoshin edhe për historinë e Kosovës, si dhe gjendjen aktuale politike, ekonomike e sociale në Kosovë. Përgjigjet e studentëve tanë ishin shumë profesionale dhe autoritative. Edhe prezantimi i instrumenteve tona popullore folklorike zgjoi interesim të madh tek të pranishmit. Gjemimi dhe tingujt e bukur të tupanit, qiftelis e defit, sollën një atmosferë impozante në sallë, që u pasun edhe me informata kompetente nga prezantuesit e këtyre instrumenteve muzikore tradicionale shqiptare. Mendoj që kemi bërë një punë të mirë, pra duke fillu nga prezantimi, muzika, edhe ushqimi tash që do na pret. Besoj që ja kemi arrit qëllimin.
adhone si pjesëmarrës në organizim, gjithmonë mundu me thonë që kishim mujt me bërë diçka ma mirë, po thjesht faktit që kemi bërë diçka, kemi investu kohën tonë të lirë, se shumica anëtarëve janë student ose edhe punojnë, kështu që kohën e lirë kanë investu në këtë prezentim edhe besoj që na jemi dalë kënaqur edhe njerëz që kanë marrë pjesë. Të shoqat kam qenë prej fillimit, domethënë derisa prej se formu ky grup, unë kam qenë antare e kësaj shoqate. Në fillim kam qenë në kryesi, por tani jam antare, po edhe vazhdoj aktivitetet. Unë studimet I kam baruar në vitin e kalum, në maj, e kam studiuar psikologjin këtu në EVTH Aachen, edhe punën që bëj, domethënë profesioni thirret relocation manager, edhe punoj me inxhiniera që vinë prej jashtit për me punu në Gjermani. Ata inxhiniera I mbështesim në çdo hap, domethënë që ja fillon me aplikimin e vizës deri në derisa të adaptohen në jetën ditësore në Gjermani. Edhe unë kam studiuar psikologjin, domethënë kam pas drejtimin psikologjia e punës e jo e klinikës. Prandaj unë punoj jo me inxhiniera që vuajnë prej smundjeve psiqike, por në atë aspekt për me parandalu stresin ose tjera smundje si burnout. Të gjithë kryesisë kemi organizu këtë mbrëmje me ndihmë të anëtarëve të shoqatës, edhe unë në përgjithësi jam merr me dekorim, me veshje kombëtare, me organizim të financa. Unë jam arktare në shoqatë, në kryesi edhe mirëna kryesisht me financat shoqatës, po angazhohem të gjithë së bashku, I kena të njëjtën detyrë, me organizu festa, me organizu termine që I kena për takime, edhe ndonjëherë I ndihmojmë studenta tuaj që vinë këto me jetu e me studiu e tjera. Unë studioj inxhinierin e mbrojtjes ambientit dhe jam në semestrin e 5. Sa mendon pra që është prezantu Kosova në këtë mbrëmje informative? Unë mendoj se Kosova sot në mbrëmje më prezantu mjaft mirë, shumë bukur kanë qenë shumë studenta të botës edhe është një imazh që tregojmë neve botës se jena shtet edhe kuptojnë edhe historinë tonë se Kosova shumë raste se ka imazhin aq të mirë nëpër media me kësaj farë mënyre tregojnë botës se jena një popull I ri edhe punëtor edhe tregojnë botës se jemi europian. Unë mendoj se edhe për kulturën mjaft kemi tregu lidhjet tona si kanë qenë, kanë ardhur tash që arrit, edhe mendoj se ka pëlqyer se rezonanca ka qenë shumë bukur, jam studenta mendoj se kena arrit qëllimin edhe atë aspekt. Po e mendoj se është prezantuar bukur mirë. Ka filluar prej historisë deri në kohën e tanishme, kanë marrë janë jap disa fotografia të personazheve me fan botëror, kështu që besoj që një pjesë bukur e marrë tani e dinë edhe se ku e Kosova dhe nga jenë shumica e studentëve shqiptar të këtij fakulteti. Tregimi për historinë e Kosovës qenë ka lashtësia e largët I lire e deri në ditët e sotme, gjuha, kultura, tradita, arti e muzika, kostumet kombëtare dhe ushqimet tradicionale nga kuzhina shqiptare e të tjera, të gjitha këto të këtë hujtë shumë që ishin në sallë, kriju një portret të plotë të Kosovës si shtet I ri, I lindur pas shumë sakrificave e përpjekjeve për liri. Die Veranstaltung hat mir sehr gefallen, denn sie war Ky prezantim më ka pëlqyer shumë. Është përgatitur më shumë për kushtim dhe ishte shumë informativ. Ka mësuar shumë gjëra të reja, veçanërisht nga historia e Shqipërisë. Më ka pëlqyer shumë që populli, edhe pse në shtypje rubritë e gjatë, prap e ruan paqen dhe ka mësuar nga e kaluara që minoritetet e trajtohen mirë, siç shihet edhe në yjet në flamur. Kultura më është dukur shumë e gjallë dhe veçanërisht më ka pëlqyer tuponi, ai instrument për të cilin më parë s'kam dëgjuar buqimin e tij. Përgjithsisht, jam shumë I kënaqur që kam marrë pjesë në këtë prezantim. Insgesamt bin ich froh, hier hingegangen zu sein. Ich fand das schon richtig interessant, was Sie alles erzählt haben. Ich wusste überhaupt nicht, dass Kosovo ein Land war, weil wenn ich die Länder... Më duk shumë interesant dhe se kam ditur që Kosova ka qenë shtet, sepse kur e kam mësuar historinë e Evropës, nuk ka pasur Kosovë.
e kanë përgatitur mirë, informatat që u dhanë për gjuhën, për historinë, po ashtu ishin interesante, sepse ne këtu nuk mësojmë shumë për atë pjesë të Evropës, edhe ushqimet ishin shumë të mira. Eigentlich war schon interessant. Ja, also es hat mir wirklich gefallen, weil also ich habe albanische Freunde. Me të vërtet më ka pëlqyer shumë, sepse kam miq shqiptar, por edhe nga Serbia dhe i kam dëgjuar histori dhe situatat nga të dy anët, por tash dëgjova edhe prej njerëzve të Kosovës. Për mua kjo ishte shumë interesante, sepse edhe nga kultura unë jam nga Egjipti e kultura tona kanë ngjashmëri. Arabisch sind viel ähnlich, deswegen fand ich das wirklich interessant. Jam Urim Hyseni, studioj në Vupartall, latinishtën dhe gjeografi. Dhe unë bashkëpunoj me shoqatën studentorë shqiptarëve këtu në Ahen. Shumica nuk i duket atraktiv latinishtja se është gjuhë e vështirë. Edhe shumica thotë që s'ka nevojë me mësu se është gjuhë i dekt. Ama unë po them që nuk është. Se latinishtja jeton hala në gjuhën spanjolle, në gjuhën italishtës, frangjishtën, romanishtën edhe portugalishtën. Do me thonë, e kanë bazën atë. Edhe mu më pëlqen fort gjuhë latinishtës, se në mësuesi jam atëherë ka thonë, gjuha latine është matematika e gjuhëve. Se du të me sqaru qa me qa, e që shkon, e që tani mund me bo një fjali logjikisht, qofse përkthen në gjuhë gjermana, në gjuhë tjetër. Një mbrëmje e tillë e cila është mbajtur sot, është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë Kosovën dhe kombin shqiptar. Këtu, përveç studentëve tonë që morën pjesë prej shumë qytete nga Gjermania, kanë qenë edhe studentëve mbi 50 shteteve tjera. Kështu që kjo ka më rëndësi shumë të madhe pasi që studentët tonë janë ambasadorë të vendit tonë. Duke ditur se shumë studentët tonë kanë lindur këtu, janë rritur këtu, po gjuhën e nonës prapë se kanë harruar dhe tregojnë se pe nga kanë ardhur, e tregojnë kulturën e tyre, e tregojnë se si ka arritën vetë shteti jonë. Njëherë si u cuptuar në 6 shtete dhe mandej arritëm që të formojmë shtetin e parë dhe tani edhe shtetin e dytë të Kosovës, edhe ishë prezentim thamë fenomenal, si që thash, studentit janë e ardhmja jonë, është pasuria jonë, janë ambasadorët jonë, janë rrezja që në rrezën, suko rrezet e dritës në Evropë dhe në botë. Mbrëmja u kry, mendimi juj, sa mendoni se ja keni arrit qëllimit dhe sa jeni të kënaqura me këtë mbrëmje që keni organizuar këtu për shumë student nga shumë shtetet botës. Ne jemi shumë të kënaqura, jemi të lumtura që kjo mbrëmje shkoi ashtu siç e kemi planifikuar ne. Nuk patëm probleme, gjitha shkuan ashtu si e kishim plan. Do me thonë prezantimi shkoi mirë, muzika shkoi mirë, instrumentet, besoj që musafirëve tonë ju ka pëlqy, edhe më merr mendja që ata tash ndihen më të informuar për Kosovën. Disa nga ata më thanë që tash kam mësuar shumë këtu. Njoni ishte bile që kishkum pushim në Shqipëri, edhe a i tha më shumë sova, tha tash në këtë mbrëmje këtu, se që ku mësu sa isha gjatë pushimit në Shqipëri për shqiptarët. Zonju shanen kryetare, po ju, çfarë përshtypje keni tani masi u kry kjo mbrëmje? Një përshtypje shumë të mirë, duke marrë parasysh që ishin student mbi shumë shtete të ndryshme, dhe faktikisht ne luajmë një rol si ambasador, sepse prezantojmë vendin tonë, prezantojmë kulturën tonë, ja prezentojmë gjithë botës, kështu që ata që ishin sonte këtu e përhapin lajmet mira për Kosovën. Ky prezantim i Kosovës nga studentët tanë të Universitetit e Ahenit ishte dinjitoz dhe kontribut i çmueshëm për të njohur sa më mirë vendin tonë të rinj studentë nga shumë vendet e botës. Kjo praktike e studentëve tanë nga Aheni duhet të ndiqet edhe nga studentët e tjerë shqiptar që studiojnë për universitetet e ndryshme gjithandej Gjermanisë e vendeve të tjera.